Dëshiron të dish kush mund të përfitojë nga shtesa e pensionit në Shqipëri. Shikoni këtë video për të mësuar rreth shtesave të pensionit. Shtesa në pension e përdor ai që mund të dalë në pension, por zgjedh të vazhdojë punën dhe pas moshës së pensionit. Shtesa konsiston në 0.5% për çdo muaj shtyrje të pensionit. Gjë që do të thotë në një vit më shumë punë përfiton 6% më shumë pension. Gjithashtu të njëjtën gjë e përfiton dhe ai që rikthehet në punë pas pensionit, 0.5% për çdo muaj rikthim. Gjithashtu kemi indeksimin vjetor të pensioneve, pasi pensionet rriten çdo vit për të kompensuar inflacionin. Prandaj për shembull në tetor të 2024-s pensionet u rritën me 4.1%. Pensionistët gjithashtu përfitojnë 2 bonuse në vit. Kjo është ndihma e shtuar për pensionistët që kontribojnë në zhvillimin e vendit. Mos humbisni mundësitë, informohu dhe përfito. Është po ashtu e rëndësishme të theksojmë se për të përfituar nga pikat 1 dhe 2, individët duhet të heqin dorë përkohësisht nga marrja e pensionit dhe të vazhdojnë punësimin me pagesë kontributesh. Kjo kërkon një planifikim të kujdesshëm dhe një vlerësim të situatës pasurore dhe financiare. Nëse doni të dini më shumë, më shkruani në komente, dua, apo kontaktoni në institucionet përkatëse.